Mimoza Kosari Lilën dhe Albin Agjiu. E parë, kryesuesi i seancës konstituive e pezulloi apo e ndërpreu këtë seancë për faktin se në takimin konsultativ në të cilin ishim të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike, nuk pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrime të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejnë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje, duhen konsultime. Pra nuk mund të vim të një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetes. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kosari Lila, në të cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë, dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregullorën e punës Kuvendit, as me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër në fuqi nuk është e paraparë një situatë të tillë, duket që ligjvënësit ose deputetët të cilët e kanë hartuar rregullorën e punës së Kuvendit nuk e kanë paraparë një situatë se çka ndodh në një moment të tillë kur Kuvendi vendos mos me verifiku mandatet e deputetëve të cilët janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ne do të jemi sërish në seancën që është thirrur nga kryesuesi Dehari, kemi edhe një herë vullnet të plot që të propozojmë edhe mënyra se si duhet shkuar tutje. Unë më herët e përmenda njërën nga ato. A do tjetë një komision i ri për verifikimin e mandateve, apo komisioni që e ka kry këtë punë herën e parë, ta bëj sërish përgatitjen e raportit të ri që do ta sjell në Kuvendin e Kosovës, është një çështje që mund të diskutohet, por natyrisht mund të ketë edhe propozime tjera. Prandaj jemi këtu për të gjetur zgjidhje, për të ofruar mundësi dhe për të kryer detyrat tona si deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Kosari Lila. Faleminderit zonja Agjiu, të nderuara media, të nderuar qytetarë të Republikës. Është për keqardhje situata dhe rrethanat në të cilat është vendosur organi më i lartë i shtetit, organi legjislativ Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ajo çfarë duhet të ishte një proces i thjeshtë i votimit, më shumë teknik se sa politik,